Ajo këmona, po ma thuj qik që ka ajo këmona të veçan. Jo këmona, Po? është mona e gjyshve tonë. Ja. E koll për vukës. E koll për vukës, shi. Kjo është e rregullume në Shkodër në vitin 1930. 90 vite ka kjo. Edhe kjo e ka shkru me vitin në trupin e saj. Po dirse, po mujte, ja marrin vitin. Po. Ja marrin Ktu vitin. është pak problem. Është i fije problem. Por kjo është shumë e vjetër. Se këtu e ka. Është shumë e vjetër. Sepse un pata idenë mos janë këmon të Marlaskajve, po që kanë bën në Shkodër. Kanë bën në Shkodër. Shumë interesant. Të falenderoj që e ke marrë edhe si trashëgimi pra. Për bile, kjo ka mundësi, po e ka maj. Si trashëgimi, po bravo. Kjo ka mundësi, duke qenë do të përvuka tepër i shkancë i zgjuar e kavaljer, ai do t'i ketë ba në Shkodër, ai ka pas autoritet. Po sepse, okay, se do të sjellni gjatë tjetër unë, për shembull do të përvuka në ato vite. Ai ka qenë i Livis. Po të them pra, është filmuar nga Marubi. Marubi të famshëm Shkodrës, kam fotografi, kam unë. Fotografi do të përvuka. Po edhe ku është do të përvuka si do të përvuka i ka vu kusht atij farktari. Po. I ka thënë mësuj sa bën, e ke dy fishin pagesën, po me bëmë mdaj zonë mëne mjërdi te për këtyne, ma lartë si këto, për vetëm ku burja të pret. Si, se ka qenë edhe kështu, po, qartë ka qenë edhe pak. Po, edhe ka qenë pak kështu, do të me qenë. Si. E, që melodie ka, ha?